Ne kemi pas disa informacione për këtë rast, por nuk kemi pas rast të hapur. Pas hapjes ose pas kësaj dite kur kemi udhëzuar policinë që mos ndërmirret veprimi i asistimit për APK-n, atëherë është hap rasti. Është hap rasti ku të gjitha pretendimet e palëve i kemi dosjen, ka marrë numër penal në Prokurorinë Themelore Ferizaj, është duke u hetuar rasti dhe janë duke hetuar të gjitha veprimet e të gjitha akterëve që janë të përfshirë në këtë situatë. Unë dua të sqaroj sepse ky është problemi ka hatëmatshëm. Domethënë ka vendime të nxjerrura nga AKP-ja, ka vendime të nxjerrura nga zyrtarët komunal, ka veprime të nxjerrura apo vendime të nxjerrura pas masës së sigurisë, domethënë pas vitit 2011, kështu që të gjitha veprimet janë duke u hetuar. Dhe për këtë arsye, veprimet hetimore janë tu na dalë me një gjendje tjetër faktike. Ashtu jo siç pretendojnë palët, por që për shkak të hetimit ne nuk mund të zgjerohemi apo të japim shumë informacione shtesë. Mirë po, procedura është duke vazhduar, janë autorizuar krimet ekonomike, domethënë gjitha veprimet janë të marrë në autorizimin tim si kryeprokuror i kësaj prokurie. Me 2005, Gjykata Themelore në Ferizaj kishte aktgjykim të pjesshëm duke detyruar NTSH qarkullimit tregtar dhe Azem Fejzullahun t'i dorëzojnë në posedim paditësit Shefqet Sherifi. Gjithashtu, obligohej Komuna e Ferizajt, qarkullimi tregtar, shoqata e zejtarëve dhe Azem Fejzullahu t'ja pranojnë të drejtën e pronësisë në ndërtesa dhe lokale pa kurfar kushtëzimi. Në 2008, Gjykata e Qarkut në Prishtinë kishte marrë akt vendim duke e prishur këtë aktgjykim dhe kthyer lëndën në rigjykim. Pas kërkesës së palëve në 2010, lënda ishte deleguar në Gjykatën Komunale në Prishtinë. Për shkak të ndryshimeve në legjislacion, në 2012, Gjykata Komunale në Prishtinë ishte shpallur jo kompetente, duke vendosur që lënda t'i dërgohej dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme. Megjithatë, kjo lëndë në dhomë të posaçme do të regjistrohej tek në vitin 2014. Kjo gjykatë do të mbante vetëm një seancë në vitin 2022, ku tashmë kishte vdekur edhe Hilmije Sherifi dhe u hapen çështje të reja lidhur me legjitimitetin aktiv të paditësit. Në 2025, kjo gjykatë ka marrë akt vendim për ndërprerje të procedurës deri në rregullimin e trashëgimisë. Mirë po gjykata mas disa viteve na vjen një vendim pa marrë seancë tjetër, ku e pezullon dhe thot rregulloni çështjen e legjitimitetit dhe trashëgimisë. Ne e kemi jemi detyruar që edhe herë të fillojmë kot. E them kot se s'ka pas nevojë mu shqyrtu, për shkak se kjo pasuri automatikisht pas vdekjes së nënës së Albertit, mbas kësaj kontrate i ka lënë Albertit. Pavarësisht kësaj, ka ardhur vendimi mbi trashëgimisë, është shpallur trashëgimtar i vetëm Alberti dhe me parashtesë të veçantë kemi njoftuar këtë gjykatë që kemi kryer edhe këtë obligim për të cilën ata pretendojnë se ka qenë një pengesë për zhvillim të procedurës dhe kemi kërkuar vazhdimisht që të rifillohet dhe të merr epilja përfundimtar ky kontest, mirë po gjykata deri në këtë moment nuk na ka ftuar dhe është. Betimi për drejtësi ka kërkuar nga dhoma e posaçme në Gjykatën Supreme të na informojë se çfarë ka ndodhur me këtë lëndë përgjatë viteve, por kjo gjykatë nuk ka dhënë shumë detaje, duke thënë se rasti është në apel pasi ka ankesë ndaj akt vendimit për ndërprerje të procedurës.